Zoti Ali Mehmeti, do përpiqemi të jemi sa më të hapur. Të hapur në një pikpamje që me ty e kemi një avantazh që mund të jemi të hapur, për shkak se ti nuk i ke këto klishete politikanit që të tjera pyetje bëjmë ne dhe të tjera përgjigje jep njeriu i ftuar. Ti, doktori për shembull, ka këtë shumica e politikanëve këtë punë bëjnë. Domethënë thon ato që duan ata. Ti thua gjërat e tua, më ka thënë edhe një doktor në studio, unë them gjërat e mia, thotë. Edhe kaq. Por ne do përpiqemi të jemi sa më të hapur. Me thënë të drejtën, deri tani nga kjo, deri që kemi parë tani, unë ju shoh dhe pa konfuz ju. Në shpikpamje, thua ti. Po se ju, po përpiqeni tani të rregulloni një gjë që ndoshta nuk rregullohet. Për shembull, se ndoshta është si të ngjallësh një njeri që po vdes, për shembull. Larg qoftë Partia Demokratike ka marrë shumë vota të gjitha, po domethënë Partia Demokratike është ajo që ne shohim. Për shembull Flamuri ishte aty. Ai tjetri Vokshi ishte aty, tjetri ishte aty, tjetri ishte aty, Paloka ishte aty. Vendos në njëherë këmbën tavolinë ai kur lodhet në parlament. E tjera. Pra, ju doni të ndryshoni një gjë që doktori e ka krijuar me një kujdes shumë të madh. Po se si mund ta ndryshosh ti dhe Saliani këtë? Ja tani të pyetjen e parë unë, çfarë është lëvizja që keni nisur ju? Bashkë dhe çfarë synimi ka ajo që ta kuptoj popullata tani? Ç'është synim ka? Se duhet të ketë një synim. Se po që se thoni do rregullojmë këta, na mbaroi dhe biseda dhe s'kemi tjetër të bisedojmë. Do futim spakun pastaj u pa punë. Ata mbajnë ata spakun. Ata mbajnë. Se vazhdimisht ata. Nëse mundem. Jo, sigurisht. Ju edhe kur e hapët, folët për foltoren e kaluar apo tanishme. Ndryshon shumë foltora e doktor Berishës kundër Lulzim Bashës nga diskutimi që bëhet sot. Pse? Sepse dhe patjetër ja mori Lulzim Bashës. Ta them të partia është e doktor Berishës. Po dhe ja kishte thënë vetë. Partia është e doktor Berishës. Kështu që nuk është e njëjta gjë. Në një farë mënyrë nuk i mori gjë, e kupton? Po vazhdon është e doktor Berishë, është kryetar i zgjedhur. Unë kam votuar 2 herë. Dhe nuk është kjo një lëvizje anti-kryetar ose për kryesi. Paktën siç e shoh unë. Është një luftë për bashkim. Është një përpjekje për bashkim. Unë kësaj ti kam qëndruar dhe vazhdoj i qëndroj. Pse? Se ka energji të ndryshme brenda Partisë Demokratike dhe kampit opozitar, të cilat përfaqësohen nga njerëz të ndryshëm. Mund të përfaqësohesh nga njerëz të ndryshëm. Fakti është që vetëm një prej lëvizjeve, një prej forcave të mëdha është e përfaqësuar gjërësisht, e tjerat jo. E këtu lind nevoja për të bashkuar dhe për të përfaqësuar më mirë të gjitha rrymat që ndodhen brenda Partisë Demokratike. Dhe këtu ndryshon koncepti jonë. Pra, në këtë koncept, ne duhet të bashkojmë sa më shumë forcën e Partisë Demokratike bashkë, në një parti demokratike sa më të plot, që ajo të jetë lider i opozitës luftën për pushtet nesër. Pra, nuk është një foltore kundër kryetarit dhe nuk është një foltore për të marrë vendin e kryetarit. Foltore po i quaj sa i quajtë aty. Por është organizim mes njerëzve. Jo, foltori të më për të rivitalizuar. Me gjë keni marrë dorën si parti foltores. Për të rivitalizuar, për të rienergjizuar një pjesë të mbështetësve, një pjesë të strukturave dhe një pjesë të votuesve, të cilat do të riqen nga kjo lloj ide brenda Partisë Demokratike. Kështu që nuk e di sa i qartë isha këtu. Ju thatë që është një detyrë e vështirë. Jo, s'jam i qartë. Më thoni ku e keni. Ju kërkoni të krijoni një fraksion në Partinë Demokratike apo doni ndryshim të leadershipit të PD-s? Se çfarë ndryshimi doni? Ja, këtë duam ta dimë ne dhe jemi të qartë pastaj. Dhe do bëhemi me ju. Nëse kjo është pyetja. Nëse është një nga kërkesë. Nëse kjo është pyetje. Po. Ju e dini që pranverën që vjen do të ketë mundësinë sipas statutit për të rishikuar dhe për të votuar figura drejtuese të Partisë Demokratike dhe këtu shumë prej këtyre figurave nevojisin një lloj rifreskimi, një lloj ndryshimi për të përfaqësuar sa më mirë atë elektorat që ka Partia Demokratike, që është elektorat i madh, kanë votuar mbi gjysmë milioni njerëz në maj të vitit. E në këtë aspekt, patjetër ka kërkesë nga krahu tyre.
Dhe nëse nuk i përgjigjem kësaj lloj kërkese, atëherë një pjesë e tyre pastaj ndoshta edhe nuk mbështesin më. Dhe kjo është e rëndësishme që neve të kuptojmë. Pra duhet forcohet Partia Demokratike përmes figurave, përmes hapjes, përmes rithemelimit. Ju e thatë pak më parë, këto kanë qenë premtimet që janë bërë dhe kanë qenë premtime që kanë qëndru. Dhe ku njerëzit kanë besu dhe i kanë mbështet. Dhe nëse ne i rikthehemi këtyre parimeve këtu, këtyre shinave, për cilat unë personalisht, unë kam hyrë prill 22-shit në Parti Demokratike. Ditët më të vështira doktor Berishës dhe të Partisë Demokratike. Aso kohë s'kishin pothuajse asgjë. Kjo po thuaj gjë vërteta, po që nuk kanë lidhje me këtë që të pyesum. Ta mbaroj dhe përgjigjem sërish. Jo, kur të mbarosh po e the. Dhe në këtë aspekt tu, unë e di shumë mirë ku qëndroj dhe për çfarë qëndroj. Pra, në mënyrë të absolute nuk është, nëse kjo shkon si koncept dhe ndjehet apo zhvillohet në një mënyrë që mendohet si përçarje, unë nuk mbështes përçarje. Unë mbështes vetëm bashkim. Dhe për pyetjen tuaj që mbët juve, unë jam shumë i qartë që ka nevojë për ndryshim të disa prej figurave. Tash ku fliten këto? Fliten përpara një herë në struktura drejtuese, diskutohet. Flasim brenda për brenda. Por që ka një nevojë, ka një nevojë. Dhe në këtë aspekt ne jemi shpreh relativisht qartë. Por brenda një energjie përbashkuese. Pra, nuk është një foltore si foltore doktor Berishës aso kohë, që ishte për partinë e kryetarit. Ishte edhe sot. Jo. Foltoria numër 2. Nuk është si, po më pyesni mua, po jap mendimin tim. Pra, po tjetë e këtij formatit, jo. Është një format rienergjizues, bashkues, ata kërkojnë me të drejtë, jemi një energji e caktuar, kemi nevojë të përfaqësohemi. E para. E dyta, përkundrejt faktit. Je duke më thënë që doktori nuk e lëviz topi nga. Me fjalët tuaja po. Jo, edhe me të tuat. Jo, me fjalët tuaja. Jo, thuaj me fjalë të ndryshme. Unë e kam votuar 2 herë doktor Berishën, e thashun. Tani ti e voton me doktor Berishën, zotri, në këtë proces që ke nisur apo jo? Në qoftë se njëri e vend dyshim këtu që Partia Demokratike, kryetar është doktor Berisha, në qoftë se ka ndonjë që e vend dyshim këtë, ka ndonjë? Unë besoj se ka ndonjë. Unë, Bushati, Beqi, e diskutojmë. Ne të katër këtu. Që nuk është kryetari. Që nuk është, a duhet tjetër? Jo, a duhet tjetë, më zotëri. Hajde diskutojmë ne. Se kjo, që nuk është kryetari këtë e ndimo. A i dhe pas dekes duhet kryetari, lërë qoftë. Këtë arsye, Partia Demokratike ka forumet e veta. Për këtë arsye, Partia Demokratike ka ato hapësira statutore që ka. Dhe të e rëndësishme që ju jemi të qartë këtu. Të e rëndësishme këtë aspekt, pa tjetër procesi votimit duhet jetë i hapur dhe transparent këtë drejtim. Po në qoftë se dikush votohet, mirë apo keq, se i pëlqen apo si pëlqen dikujt, në mënyrë të hapur dhe transparente, ai takon që të drejtojë. Nga ky aspekt. Dje se unë nuk e përfundova do deri në fund. Kam përmendur një studio, jo, brenda kësaj. Po e shënoj që... Ja, shënoj aty, në momentin që e le. Po. Bravo. Tani, shiko sa interesant është. Shumë vite më parë, kur erdhi Luli, Luli nuk isha asnjë fajore. Po ta shikosh, deri në ditën e ikjes asnjë faj Luli shkret. Se Lulin e morën e sollën. Edhe ulem unë me të ndjerin Sokol Lëlldashi. Ishim shumë miq, me që ajo preç po rregullohej më valla këtë. E këtej. Rregullohej këtë. Isha me e bën mbyllur, e mbyll. Isha me të ndjerin Sokol Lëlldashi. Dhe konkuronte për të bërë kryetar i Partisë Demokratike. Më tha mua, i thashun, do konkurosh vërtet. Po, tha. Po, unë di që do t'jetë Luli Basha, kryetari, thashun, i Partisë Demokratike. Sepse këtë ka zgjedhur doktori, pa u bërë zgjedhjet. Jo, tha. Pse jo, i thash? Më tha në zyrë, tha, që unë nuk do ndryj fare. Fare, Sokol, unë nuk ndryj. Në këto zgjedhje. Kam bajtur, kemi biseduar deri në mëngjes në Azuri dhe një vesë e madhe, kishte shumë vesë në ato zgjedhje, nuk e mbaj mend muajin që ka vesë shumë preç. Stina që ka vesë, për në fjasha nuk e di, vesë e madhe shumë, dhe Sokoli vajti dhe hyri dhe dori aty, do më siruar qetur. Pra, e kam një fjallën, që kjo është një pronë e doktorit, të cilën ju kërkoni retushim, tani unë e kuptova. Paka shumë, nuk e di kolegët e kuptuan, po ju kërkoni retushim të pronës. Të bjerë, për shembull, po themi Flamuri, dhe të shkoj një nga ju, të bjerë Vokshi, dhe të shkoj një tjetër, të bjerë Filani, ju që keni marrë vota mo, vërtet, tjetri, gjallë në botë, alime me të për mua, po ju e thatë dhe për pare. Gjallë në botë, nuk e kuptoj.
Po të bjerë doktori mund të bjen këta. Po zra doktori... A i ka zgjedhur këta mo, i ka vendos këtu, pulla. Pam, vendet, të gjitha vendet. Tani ju, unë e kuptoha që kërkoni, që ju të zini vendet që ju meritoni vendet tjera, thoti, për shkak të votave që keni marrë të gjithë. Po shpreh mund. Nuk mendon doktori kështu. Si kundërse nuk mendon dhe ky i gjati këte nga ana tjetër, por sot nuk e kemi objekt. Është tjetër objekt. Do ta bëjmë takim tjetër. Por gjallë në botë doktori këta ka zgjedhur se këta i duhen. Dhe tani i fryn dhe kosit. Nga qa e ka gjedhur në kohë, se ka gjedhur, a i tani i fryn kosit. Nga qulli, u dojnë nga qulli. Doktori, jo nga grada e këshu, i fryn kosit. Dhe aty ata ka, ata japin jetën. Të gjithë, ja këta që dorën këtu, cilët janë tuajt këta, që dorës. Pra tani, më kupton që duhet të them, që unë ka që kuptoj. T'ja lëm kohës këtë, se shumë shpejt do jemi këtu, për ta folë sërish këtë gjë. Ore, kjo do ishte një gjë jashtëzakonisht e mirë. Por unë për vete kam këtë skepticizëm dhe... Po, i qartë dhe i pranushëm, sepse ndjetë. Dhe ta theme, kupton? Për t'ja thënë dhe popullatës. Që të kuptoj diçka dhe popullata ka vitet të tëra që i kupton. Që ka ndalë grupe armisore të panumurta. Tani, Berisha thotë që njerëzit që kanë ardhur në takimin e Durrësit nuk janë demokratë. I pat ju ata aty. Mos i kishte dërguar deri më kush e di. Si ishin demokratë ata? Jo, unë nuk jam nga Durrësi, njoh një pjesë, nuk mund të njoh gjithë, nuk jam unë i ftuar isha, ishte organizuar nga demokrat, ishin ftu demokrat tjerë, të paktën aty nuk dëgjum njeri të kishte opinione tjera në njohurit time, pra ato që njohun. Megjithatë, ajo që neve kemi nevojë sot si Parti Demokratike, kemi nevojë një nivel organizativ më të lartë. Besoj kjo s'ka asnjë lloj dyshimi. Dhe nga ky aspekt organizativ, mund bëhet shumë më mirë. Dhe, sepse këtu dhe e lash. Jo, mos e lërë, paka shumë ty të të pjosim. Jo, ku e lash pak më pare kisha fjallë. Aty e le, po. Dhe nga ky aspekt organizativ, qartësisht, Partia Demokratike mund të ndihmohet dhe mund të bëjë shumë më mirë. Dhe nëse nuk kuptojmë që neve duhet i bashkojmë gjitha lloj forcat kundër Edi Ramës dhe kundër kësaj qeverisje këtu, dhe të kemi çdo lloj force nga guri duhet ta nxjerrim forcën. Doktori bashkuari ka, sipas modelit vet. I ecin punët mirë. Po duhet të shtohet pra. Ajo është forcë para opozitare. Po shkon pozitë, duhet shtuar. Ore ata fitojnë. Çështje matematike. Vetëm ti ke mbetur. Ata fitojnë një lloj si këta më të pushtetit. Pse duhet i shtojë ai ata? Një lloj. Mos e thuaj një lloj. Tash sipas vendet që kanë, se këta fitojnë 20 herë, këta fitojnë 2 herë. Një sekond. Neve këtu flasim për njerëz, këtu flasim për njerëz që na mbështesin, njerëz që votojnë, njerëz që besojnë ke Partia Demokratike, njerëz që u bë viti 13 që janë opozitë, njerëz që e vujnë opozitën shumë kurriz. Unë nuk i kam pak. 40 dhjetorët e fundit doktori u shpalli ju luftë dhe tha... Nuk e shoh se si ata fitokan. Jo, unë mendoj është nismë private, tha. I ka të gjitha mundësi. Përgjigju tani, për forcë parë. Doktores, është nismë private, tha. Po që nisëm private. Si e mendon? A është në favor të Partisë Demokratike? Po që në favor të Partisë Demokratike. Interesat të dyshimta dhaj. Interesat të dyshimta. Interesat të shohim patjetër rrugë. Sa i jemi se që i shohim ne kemi parë interesat e tij. Ku jemi? Për mua o ka dyshimta interesa që ka ai vet. Jo, problemi është që ai po ju akuzon dhe edhe ju keni qenë në këto ujëra dhe i njihni. Po pikërisht. Neve në mënyrë të vazhdueshme takojmë njerëz. Apo jo, kjo është politika, takosh njerëz. Po njerëz dalë dhe unë me bushatin e disa takojmë. Në rrugë, në shtëpi, në konferenca, ku doni unë, çfarë do lloj. Kjo është politika. Takosh njerëz. Tashti nuk është se të shkohet me taku njerëz me mandat. Shkohet të taku njerëz në mënyrë normale, spontane. Apo jo. Pra, unë nuk njoh asnjë lloj takimit, asnjë lloj tipi që nuk mund ta mbështesi Partinë Demokratike dhe ta forcojë. Çdo gjë mund ta forcojë dhe ne kemi nevojë të forcohemi. Kemi nevojë të bashkohemi dhe nëse ky konceptohet si diçka përçarëse, unë nuk e mbështes përçarje. Sepse unë hyra në një moment ku përçarja kishte bërë dome shumë të mëdha dhe vujtë më gjatë për ta minimizuar, se nuk zhduket kurrë ajo dhimbja e përçarjes, po për ta minimizuar. Dhe nga ky aspekt, nëse ne nuk kuptojmë që duhet bashkojmë gjithçka, çdo lloj energjie që me thënë drejtën, Shqipëria po rrullet gjithmonë më shumë popullat dhe ka nevojë për gjithkënd. Dhe ama ka dhe një nevojë, jo vetëm për numra, por ka nevojë edhe për organizim njerëzve. Por Shqipëria nuk po rrullet. Unë dal tani se heci pak.
edhe për shkak të morë se këto gjëra të eci preç. Ti ecën, shikoni për Tiranë, që ndodhë, shumë të huaj. Unë njëherë natën mbeta në laprak dhe s'po gjenja do të nga të dilnja për të, se janë bërë ndërtime shumë mërtir, edhe pës njerin që e zmerë këshu, një djali thash unë, ku dilet i thash unë për të Stadiumi Dinamo? Të Stadiumi Dinamo, po një shqipe e rënduar pak, do të kalësh këtu, tha, dhe do futesh, falit të shumë nga je, unë jam palestinesta. Po, askush nuk do ta merr tek këtë për të vërtetë, të tregoj rrugët e Tiranës. Si sa jes timen, po, në qoftë se do isha në telefon me Ornella Nakun. Rastisht ishim në lidhje dhe ajo mbeti, mbaroi. Tha, jam palestinesta. Pra, unë kisha pyetur një palestines, ku është Stadiumi Dinamo? Por vetë kisha humbur. Kisha humbur vetë. Pra, këtu kanë ardhur shumë njerëz, Ali Mehmet. Kanë ardhur njerëz të huaj, të palumurt, dhe ata vinë vazhdimisht, nuk pyesin as ramën as njeri. Pra është zvendësuar më kjo popullat. Ka popullat që kanë vdekur më në kohë.